Sportet ekstreme në Korçë duket se po njohin një zhvillim të ri, duke tërhequr gjithnjë e më shumë të rinj dhe të apasionuar pas adrenalinës. Motocrossi, një nga disiplinat më sfiduese, po fiton terren fal iniciativave private dhe pasionit të një grupi të rinj, të cilët kanë ndërtuar një pistë në zonën e Polenës. Kjo është pista në fshatin Polen, aty ku bashkohet adrenalina dhe pasioni për motorin. City News Albania sjell për shikuesit një reportazh mjaft të veçantë për këtë grup motociklistësh, të cilët nuk e ndajnë pasionin e tyre çdo fundjavë për motocrossin. Ky sport, që kërkon aftësi për kushtim dhe investim, po shndrohet në një alternativë për të rinjt, në një kohë kur shumë prej tyre zgjedhin të largohen nga vendi. Por disa është më shumë se një hobi, është një mënyrë jetese, i lidhur me motorët që në fëmijëri dhe me një ëndër të kaheshme. Për të ndërtuar një pistë, Dimitraj Kolevica është një nga nismëtarët kryesor të këtij projekti në Polen. Ai rrëfen se rrugëtimi nuk ka qenë i lehtë për shkak të kostove dhe sfidave që mbart ky sport, por pasioni ka qenë më i fortë. Për të, motocrossi nuk është vetëm adrenalin, por është një mënyrë për të dhënë të rinjve një alternativë në vendin e tyre, duke kontribuar njëkohësisht në zhvillimin e zonës. Është një pasion që ka nisur që i vogël që fëmijë, me motorët që ishin atë kohë të vitër. Një moment në vitin 2010, mos gaboj, ka marrë motocross për herë të parë, edhe ëndra ime e madhe ishte për të bërë një pistë për të kërcyer, për të bërë këto manovrat që bëjmë sot në këtë pistë. Ka qenë e thjeshtë? E thjeshtë jo, se çdo gjë ka kosto, motorat kanë në mirë mbajtje, kostojnë. Por pasioni nuk ju ka ndalur. Pasioni nuk na ka ndalur. Në grupin tonë janë afërsisht 10 persona. 10 persona e kemi nisur. Këtë pistë kemi nisur me 3 persona dhe kemi arritur 10. Në një moment që gjithë të rinjtë po ikin nga Shqipëria, unë si pak patriot që jam, mundohem për të krijuar gjëra që të rinjtë të targetojnë. Kolevica tregon se motorin e parë ka blerë në vitin 2003 dhe prej atij viti ai nuk është ndarë kurrë nga ky sport, ndonse her pas here është përballur edhe me aksidente të vogla. Që në vitin 2003 ka marrë për të parë motor tipin e off-road për jashtë rruge, që atëherë ushtroj. Po thuaj se çdo fundjavë është një sport që të falë shumë adrenalin, kënaqësi. Edhe aksidente të vogla kemi bërë, po pa pasoja. Është sport hyrë në kategorinë sportet ekstreme. Do kujdes, po gjithmonë duhet të jesh i mbrojtur me kaskë, me veshjet e duhura. Ajo që thekson më së shumti Kolevica është fakti se përballen me mungesë promovimi, që lidhet ngushtë edhe me bukurinë natyrore të zonës, por edhe me vetë këtë sport që këta të rinj ushtrojnë. Ndër të tjera, ëndra e vetme që Dimitraj që ka është t'ia trashëgojë këtë pasion fëmijëve të tij në të ardhmen. Kemi nevojë për promovim. Është një zonë ka shumë nevojë për promovim. Është një zonë e lënë pas dore. Këtë pistën mund ta kishim bërë edhe në ndonjë fshat tjetër, po jam pak patriot për fshatin Polen. Edhe duam me sa mundemi ta zhvillojmë këtë zonë. Këtej është një bukuri natyrore dhe jo sugjeroj të gjithë. Dimitraj, do doje që të lihet trashëgimtar që Patitër. ta kishe me ti. Patitër, ëndra ime e madhe ajo është. Të lejnë trashëgimtar, të ketë pasion, motorin, makinat, më pëlqen. Nga Italia në Korçë, Mauro Castignani sjell me vete një histori të gjatë me motocrossin. Ish pjesëmarrës në gara dhe fitues trofesh në vetëlindje. Ai tregon se ky sport mbetet një pasion i pandalshëm, pavarësisht moshës dhe sfidave fizike. Unë jam Mauro nga Italia. Punoj në Korçë, jam sipërmarrës i një kompanie italiane. Hobi im tani është motocrossi. Në fillim e praktikoja si pjesëmarrës në gara në Itali, por tani që jam në këtë moshë e bëj për hobi. Jam i apasionuar. Njoha Dimitrin dhe Mariglenin dhe ngadal pa mundësinë për të gjetur një terren në mënyrë që të bënim një pistë. Edhe pse jemi gjithmonë në punë, kjo na shërben të largojmë
largonin pak edhe mendjen nga rutina. Djemt më treguan disa vende dhe më sollën këtu, ku vendi më pëlqeu shumë. Investimin e bëra për pasion. Madje kam synimin që të rinj të marrin pjesë dhe ta praktikojnë këtë sport. Mauro është sot 64 vjeç, por kjo nuk e ndal as pak pasionin e tij për motocrossin. Investimi në pistën e Polenës, sipas tij, është një mënyrë për të mbështetur të rinjt dhe për të ndarë përvojën e tij, duke e kthyer këtë hapësirë në një pikë takimi për të apasionuarit. Për moshën që kam, motocross është shumë i vështirë. Nga ky sport ka pasur edhe probleme të vogla, ku jam rrëzuar. Kam bërë ndërhyrje si për shembull te dora, por kam filluar prap sportin. Kam nisur që fëmijë me këtë sport. Kam qenë 10-15 vjeç atëherë. Jam i lumtur që të bëj që të njihet ky sport dhe me pjesëmarrjen e kaq shumë të rinjve, do më pëlqente të bëja diçka për ta. Kjo gjë më sjell kënaqësi. Kam qenë pjesëmarrës në gara në Itali deri në fund të vitit 2001. Në Itali kam arritur nivele të larta, kam dalë edhe kampion, duke marrë trofe dhe jam i kënaqur për këtë. Me një eksperiencë të hershme në garat e motocrossit dhe me titull kampioni në nivel kombëtar, Isert Gjatolli është një nga figurat që njeh më mirë vështirësitë dhe kërkesat e këtij sporti. Gara e tij e parë ka qenë një mrekulli për të, duke fituar vendin e dytë, me kushte shumë të vështira të terrenit, por teknika e saktë bëri që të dilte fitues. Gara ime e parë ka qenë në Surrel dhe në vitin 2010 me motocross, madje ka qenë edhe një kohë me baltë, me shi. Madje kam dalë në MX2, kam dalë i dyti, që për mua dhe si fillim ka qenë mrekulli. Motocrossi është shumë i vështirë, motocrossi madje është kulmi i motosportit. Motocrossi ka teknik, pavarësisht se është vetëm një pistë ku ti bën cirkuit, vetëm kthesa dhe kërcime, po ato janë teknike gjitha. Ke patur ti ndonjë moment që mundet të kesh gabuar në një teknik? Normal që ka, patjetër, domethënë kthesa dhe kërcime, të gjitha çdo ecje nuk ka asnjë njësoj me njëra tjetrën. Iserti kujton fillimet e tij në kushte jo të lehta, ku mungesa e mjeteve kompensohej nga mbështetja e shoqërisë dhe dëshira për të garuar. Sot, si kampion i Shqipërisë në vitin 2016, ai e sheh me optimizëm rritjen e interesit nga të rinjt dhe krijimin e pistave të reja, që sipas tij janë thelbësore për zhvillimin e motocrossit në vend. Ka qenë ky rrugëtimi jot, se ke shumë vite që merresh me motocross. Pasioni më ka bërë. Unë kam filluar madje që nga 2010 kur kam nisur dhe motocrossin në Shqipëri. Atëherë ka qenë fillimet e mia, nuk kam pasur motor, por shoqëria më ka ndihmuar, kam marrë pjesë në përgara me motorët e shokëve. Pastaj kam pasur motorin, në 2016 kam qenë kampion i Shqipërisë në motocross edhe në enduro. Pastaj jemi shkëputur sa tani përsëri prap. Ka të rinj që e pëlqejnë apo kanë paksa frikë për t'ju bashkuar juve, grupit tuaj? Interes ka, sidomos tani te pista në Polen, që është edhe shumë e mirë, por është e vështirë, ka ato kostot e veta, po ka interes prapë. Pasioni i lindur që në fëmijëri dhe i ndërprer për një periudhë për shkak të frikës së familjes, është rikthyer më i fortë për Mariglen Malavecin, së bashku me miqt. Ai ka zgjedhur të ndjekë sërish këtë sport, duke e kthyer në pjesë të përditshmërisë së tij. Ai tregon se për të rreziqeve dhe gabimeve të fillimit, motocrossi ofron emocione të forta dhe një ndjesi lirie që e bën të pamundur largimin prej tij. Pasioni ka lindur që në fëmijëri, që rreth moshës 10 vjet, po mosha e vogël dhe frika e prindërve e ndaluan. Më vonë, me shoqërinë që jemi organizuar, filluam ta praktikojmë prapë këtë sport. Për mua, ky lloj motori është motori që unë kam qef, motori që kam pasur ender dhe motori që do vazhdoj ta ngas deri sa të jem në gjendje. Çfarë ndjesie të jep kur je? Ndjesia është ndjesi shumë e mirë, adrenalinë e lartë, që gjithë ditën të vazhdosh ta ngasësh, nuk të mërzitet. Ke patur ndonjëherë në një siklet, në një rrëzim, diçka? Po, ka pasur në fillimet e veta, ka pasur pa kujdesira, negligjenca, po pa pasoja. Shqyr Zotit, pa zarave. Tani, mundojmë edhe ruhemi nga paksa. Në një kohë kur mundësitë për të rinjt shpesh duken të kufizuara dhe largimi mbetet një nga zgjedhjet më të shpeshta, iniciativa të tilla tregojnë se pasioni mund të kthehet në veprim dhe të sjellë ndryshim real në komunitet. Pista e motocrossit në Polen është një shembull i qartë se si përkushtimi, bashkëpunimi dhe dëshira për të ndërtuar diçka në vendin tënd mund të krijojë alternativa të reja. Edhe pse ky sport mbetet sfidues dhe kërkon investim të vazhdueshëm, interesi në rritje dhe përfshirje të rinjve japin sinjale pozitive
alternative për të ardhmen, me më shumë mbështetje dhe promovim. Kjo nismë mund të shndrohet në një pikë referimi jo vetëm për Korçën, por edhe më gjerë, duke e kthyer zonën në një destinacion për sportet ekstreme dhe duke i dhënë një tjetër dimension potencialit turistik që ajo ofron.